Jemi në zjarë televizion gjithmonë, me Kristianon, Batan, unë Armiri këtu, duke folur për aktualitetin e javës. Folën për 1 maj në ditën e punëtorëve, që në Greqi, në Turqi u rraun u përleshën, në Shqipëri ëngrën e pinë, u palluan të ngrënë shqiptarët dhe dolën 30 veta, ja, dolën këta këtu në ditën e 1 majit. 30 veta të moshuar. Shqipëria është vendi me rrezikun më të lartë varfërisë në Europë. Kjo duhet ta bënte që sheshet e Shqipërisë, jo të Tiranës, të ishin mizlisi. E di pse? Se sipas të dhënave të njëjtit artikull, shkoni kërkoni, hyni, ja ku e keni Euronews, Shqipëria me vendin me rrezikun më të lartë varfërisë në Europë. 47%, pra gati gjysma e popullsisë. Gjysma e popullsisë gati është në rrezikun më të lartë varfërisë në Europë. Shqipëria ecën, Shqipëria përparon, Shqipëria ka përmbushur standardet, Shqipëria ka rritur GDP-n, gjitha i ka bërë, ka rritur dhe numrin e varfërisë. Dhe në Europë, në kontinentin tonë, ne jemi më të varfërit. Po jo, domethënë tek këtu ka ndonjë të varfër, ose ata që janë të varfër janë aq të varfër sa nuk krahasohen me kontinentin. Është gati gjysma e popullsisë që nuk i del të mbylli muajin. Dhe neve vazhdojmë, dalim protest kur na thret partia, ndërkohë që për 1 maj që 30 moshuar aty. Ç'të them unë? Ka ndonjë argument tjetër? Hiç. Spostoje, me që ishim tek partia. Revolt, sa tham neve shumica e shqiptarëve, do thënë gjysma e shqiptarëve në varfëri kështu, vjen revolta ndërmend dhe revolt, më thonë sa, në PD-n e Korçës. Zgjedhjet ndërpriten pas përplasjes për listat e antarësisë. Grisen fletët e votimit, komisionerët morën kutit dhe ikën. Pra, revolta ka qenë në luftën brenda llojit. Keni parë ju sa të egër janë qelat kur zihen me njëri tjetrin, e mbysin njëri tjetrin. Kur vjen edhe i merr dhel pra skifteri, është gjeli si pul. Ndeshet demi, bum, ndeshet me demin tjetër, me gjak. Vjen ujku, tak e kap këtu, ngordh demi, edhe ha. Vjen varfëria. Jemi mësuar, ç'a të bëjmë? Kemi që bëjmë, Edi Rama vjedh vota, ç'a të bëjmë ne? Ama brenda partisë, urdhë, revolt në PD-n e Korçës. Zgjedhjet ndërpritet, thot, pas përplasjes për listat e antarësisë. Pra, ka marrë këtë sepse kjo çështja e zgjedhjeve me Partitë Demokratike mua më ka intriguar jashtëzakonisht. Kemi një kryetar partie i cili në humbjen e fundit të radhës tha Edi Rama vjedh votat. Edi Rama është armik i votës së lirë. Dhe ky person që denoncon pjesën e votës i bie që ka një plan, ka një projekt dhe është respektuesi më i madh i votës së lirë. Partia Demokratike është problem listat e antarësisë në Partitë Demokratike. Është problem dokumenti tesara e Partisë Demokratike. Pra, dy gjëra që o ke njërën ose tjetër në hyn kompjuter dhe e ke. Këto janë përplasur për listat. Janë ngrisur fletët e kështu me radhë. Do thoni ju, po pastaj. Pastaj do vit data 23 ku do bëhet zgjedhje, do bëhen votimet për kryetarin e Partisë Demokratike. Është zgjedhur zoti Berisha, formalisht do bëhen edhe votimet. Mua më intrigon ajo, ma nxirr pak ta kem aty, që do të referohem nga njerë, doli dhe kjo zonja e nderuar, Mjeke, e cila mere me sela pa ditë Sali Berishën gjykat, u përjashtova në shkeljet statutit, pezulloni procesin, kandidimi Berishës të shpallet i pavlefshëm. Thot zonja e nderuar, jam dakord. Po ç'thot doktori? Doktori thotë, gjitha mediat që thonë që është procesi pa rregullt janë të blera nga Edi Rama. Di që dhe ne jemi media, do nga marrë një lek Kristja, Ismeti, nuk e di. Po themi tonën. Një, vetëm Enver Hoxha, ynë të kongres partisë, sekretari parë dhe ditë sekretari parë. Pagar. Edhe këtu, hynë disa kandidat, u skualifikuan, sepse ishin tradhtarë. Një që ishte, për cilën tha Berisha, kjo tha po, kjo është demokrate, tha, në fakt ka marrë ca vota atje ke vetja. Kjo është shkreta, yri për proces e shkreta. Unë kam rezervat e mia për mos me qenë hipokrit, sepse çështja është këtu që kjo zonjë nderuar duhet ta di shumë mirë që
në qoftë se do të garonte, vërtet, nuk ishte asnjë shans, zero shans në atë parti që të fitonte, bëshe kryetare. Dhe nëse nuk kishte shans për çfarë bëri, për çfarë hyri. Nëse tentuan dhe të tjerë, të cilët dolën armiq dhe tradhtar. Është vetëm një parti që ka prodhuar kaq tradhtar, Partia Demokratike. Dhe ngjelet vetëm një person, Sali Berisha, i përjetshëm, i cili do të marrë votat e demokratëve datë 23. Çfarë them unë? Kalo pak se ka është Saljani për shembull. Thot përplasit në zgjedhjet e PD-s në Korçë, Saljani, demokratët nuk janë dele. Deri këtu jemi dakord. Berisha ka bërë pakt me Ramën që t'i falë këtë deg Niko Peleshit. Tani, Berisha thot që ky është produkt i mafjes, pra mafja Durrësit dhe Elbasanit i organizohet takimet. Zotria thot, ky do të japi Niko Peleshit Korçën, atë deg. Pra do thot që Berisha nga ana vet do t'ia fali mafjas. Hajde ta gjejnë shqiptarët, hajde ta gjejnë demokratët. Si bëhet, kush besohet Partia Demokratike? Kuj do t'ja japi demokrati votën? Kë duhet besohet demokrati? Besoni doktor Berisha. Më besoni mua, besoni Berisha. Ecim. Ja ku e kemi, dhe që më pëlqen shumë. Nuk mund të garojnë për kryetarët PD-s ata që kanë tradhtuar partinë. Shkurt. Të kishte qenë diktaturë ta zëm. Dhe Basra Mizalist kishte ardhur doktor Berisha, ky erdhi, po të kishte ardhur me të njëjtin sistem, do i kishte varur. Saljani erdhi ishte pushkatuar. Ku diun, një dy kandidatë tjerë, ajo Balliu, do ishin vrarë në burg, sepse janë tradhtar. Luli do ta kishte vrarë, do ta kishte ekzekutuar, se janë tradhtar. Dhe e përsëris, nuk ka parti tjetër që të ketë prodhuar kaq shumë tradhtar, përveç Partisë Punës, sa Partia Demokratike. Dhe të gjithë tradhtojnë Berishën. Dhe të vetmi që besojnë demokratët është Berisha. Ky nuk tradhton. Dhe këti i shkojnë deri në vdekje. Es doktor, pas te deri në vdekje. Nga doktori, këte, mas doktorit. Ku të shkojnë doktori, aty do shkojmë. Ma nxirr pak lajmin tjetër, se ishte bërë një, kjo shtatorja pëlqeu shumë. Hape, Kristiano se që do surratin tim, shive këtë se ta shohim pak shqiptarët. Banski rikthehet me një skulpturë të re provokuese në zemër të Londrës. Shikoni sa lezetshme është një person cili i ka zënë syt flamuri, sa atë ka detyrë të mbaj flamurin dhe këmbën e ka jashtë pjedestalit, pra po bie në gremin. Kjo është, edhe pse është në Londër, do të ishte shumë mirë të vendosej tek dera e Partisë Demokratike, flamuri me surratin e Berishës, ka zënë surratin një pjesë, nuk do thuhet demokratëve. Shikoni si është puna. Partia Demokratike ka njerëz opozitar, ka njerëz me vizion, ka njerëz me shpirt, që janë shumica demokratëve. Por ka dhe të tjerë, nga ata që kanë pas qenë dora shikut në theshtatës, tatimor nga ata që rruanin dhe nokni, pra hajdut të ndyrë, nga ata që vazhdojnë biznes në opozit, nga ata që janë sot deputet, lidhur me deputetin dhe që bëjnë punë të tjera. Po ka dhe njerëz, shkretët që ka nevojë për një figurë atrore dhe shohin Sali Berishën, që këta të mbysin këta sepse duan Sali Berishën kryet PD-s. Ka dhe një pjesë, edhe këta janë flamuri që i zë syt gjithë pjesës tjetër demokratëve që çfarë doni më. Po i ka futur Edi Rama, ja ky armiri që shikoni. Paguan Edi Rama. Ka paguan Edi Rama që të thojë që Berisha duhet iki. E këtë vëm, ja iku Berisha. Pse i bëni opozitës? Ne i bëjmë opozitës duke thënë, hajde në pushtet. Ne i bëjmë opozitës duke thënë, hapni partinë, hapni mendimin. Nuk dua unë si Armir të kandidoj si kryetari i Partisë Demokratike. Dua që Partia Demokratike të ketë një front të madh djemsh e vajzash, të ketë ide të përmbysë Edi Rama dhe të sjellë demokracinë në vend. Këtë kërkoj unë. Jo rroft udhëheqësi. Gjithsesi, kush më pyet mua? Vazhdoj me gjëra shqiptarësh. Jepi. Degradon konflikti familjar në Cërik. Vllai, merr eskavatorin dhe dëmton shtëpinë e 2 motrave të tij. Kuptoni ju çfarë mund të presim ne, si i themun popullit tim dashur që po sikur të bëjmë në një gjë, sikur ta ndryshojmë pak, urdhoni këtu. Vllai, merr eskavatorin dhe prish shtëpinë motrave.
Këtu duhet mbyll jo emisioni, por duhet mbyll televizori e duhet filluar gërnet, xaxhiq, raki, derisa të kemi frym dhe ymër. Se nuk bëhet vendi kështu, nuk bëhet Shqipëria kështu. Por të dini një gjë, që të gjitha këto janë nga mënyra se si është organizuar shoqëria dhe shteti shqiptar. Nga mënyra perverse, se si janë ngatruar pronat, se si janë ngatruar marrëdhëniet familjare, si janë ngatruar dokumentat, dhe në fund fare detyrohet ky tjetër të marrë ekskavatorin, edhe mund ta ketë bërë nga budalliku, nuk e di. Por nëse shteti do të kishte funksionuar normalisht, asnjë nuk është çmendur që shkoj të prishë një pronë që s'është e vetja. Çmimet, ma kapni çik këtë. Çmimet e banesave, Kristiano, u rritën me 28%. Banka e Shqipërisë u nxitën nga pronat në Bregdet, ngadalësohet të ritmi në Tiranë. 28%, pra në qoftë se një banesë modeste e ndyrë në Tiranë ka pas bërë 100.000 euro, sot bën 128.000 euro. Sipas këtij. Pra, rritja është çfarë ndodh? Thot u shitën nga pronat në Bregdet. Unë kam thënë që ndërtimi është një fluckë ekonomike. Këtu janë hedhur parat, këtu janë pastruar parat, që të qëndronte kjo, u bë flucka e dytë, turizmi. Dhe flucka e dytë, të larja parave e dytë, fani kemi këtë pronat në Bregdet. Gjoja e arritur çmimet, sepse kanë ardhur dhe tuaj, ka mblerë çfarë bëhet tregtari shkret. E ka bërë vërtet 100.000 euro, por nga që ka shumë kërkesa, e ka dhënë këtij me 128.000 euro. Kjo është ideja. Tani kush i blen? Apo thoni ju, turku dhe greku ka hall në ditën e punëtorëve, ata janë keq me, kurse ne kemi të gjitha. Ecim një bombë shqiptare. Zhurmat alarmuan fqinjët, 56 vjeçari shqiptar, kapet duke përpunuar kokainë në shtëpinë e tij në Milano. Po pse o shpirti vllai, druke çar? E lexova lajmin se është zhurmë bënte. Kishte vënë shkretin siç duket e thanë, se bënte të ngursuar, i kishte vënë ventilator. Po vëri ditën, vërë dhe muzikë. Bum, 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 bum. Do thonë, marrë policinë komshin dhe thush, skuzatemi. Po ka vënë ventilator natën, po pse është shqiptar? Po mëso rregullat e vendit ku vete, por pastaj merr me kokainë, ç'të duhet. Nëse gjithsesi, ngushëllimet e mia se për punë ka vajtur në kurbet, ka lënë familjen këtu, e kanë kapur, do zoti, edhe Italia vë dorën në zemër edhe. Thuaj. Komisioni i Ekonomisë miraton projekt ligjin për identifikimin elektronik dhe portofolin e identitetit digjital. Pra, ne kemi thënë shpesh që shoqëria e kontrollit është duke avancuar. Dhe në Shqipëri vazhdon ky sistem. Pra, ne do t'i kemi të gjitha në një çip. A e kemi në ballë çipin, ankuleta, celular, nuk ka rëndësi. Por në Kinë, për shembull, ata që sillen keq, shteti duke i hyrë tek këto gjë ja bllokon edhe llogarinë bankare dhe të gjitha. Pra ti, ditën që vendos shteti diktatorial, jo demokratik që kemi ne, ty të bllokohet gjithçka. As buk nuk merr dot, sepse të bllokohet ky identiteti digjital. Shkoni me çik vëmendje me kujdes kush do ta shohë. Pjesa tjetër vazhdoni ani bar. Kuvendi i Shqipërisë thot, jo s'ka gjë, mirë kishe. Kuvendi i Shqipërisë transkripton gegnishtën e deputetës Koçeku. Është bërë fenomen edhe kjo është shkruar do të hyrë në treg, edhe ka hyrë me këtë idenë që unë jam geg edhe unë flas gegnisht. Kuvendi ka transkriptuar shqip. Jam shumë dakord. Por nuk ka pse të jetë fenomen se i nderuari Sajmir Koreshi flet lushnjarçe. Dikush flet ku diun korçarçe, dikush tjetër flet lapçe. Kështu që nuk është ndonjë qamet i madh se ka folur gegnisht Koçeku. Problemi është çfarë përfaqëson dhe çfarë thot. Fakti është që ne jemi marr si e thot, do të thotë që ajo s'ka thënë gjë. Do të thotë që si deputete e listës Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, është një person nga ato që Edi Rama e ka vendosur thjesht të krijojë fishek zjarr brenda, siç është një farë zeqineje, e cila prodhon edhe ajo fishek zjarr. Dhe kjo, askush nuk thot këtu lajmin. Nuk thot lajmi që tha këtë gjë po e tha gegnisht. Propozoi këtë po e propozoi gegnisht. Transkriptohet gegnisht, e cila është në të drejtën e saj të flasin dialektin e vet. Drejtën e saj. Siç të gjithë flasin gjuhën dhe dialektin e tyre.
Populli shikon gunën dhe nuk shikon punën, prandaj jemi në këtë drejtë ku jemi. Unë ju falenderoj që më ndoqi ajo pjesë e popullit që më ndjek. Falenderoj Kristiano Xhanarin që ishte me mua. Ju uroj një natë të qetë. Miru takofshim ta në tjetër me kismet.